ka bërë një fushat kundra teje për të pastruar imazhin e tij. Egli po gabon për herë të dytë. Më beso që po gabon për herë të dytë. Sepse këtë nuk ka votuar publiku. O ka dhënë me rëzuar. Dhe për atë publik që të ka votuar, dua t'jesh koherente. Jo të thuash, i di unë punët e mia me atë. E lash të bëri fushat kundra teje, siç bëri për Valbonën, siç bëri për Libjo, e bëri dhe për ty. Publiku i ti e di që ai është gënjeshtar, se nuk voton për goca që ai bën fushat, sepse edhe ai e di vetë që është gënjeshtar. O Egli, ai ka fansat, po fansat e din që ai nuk do që ti t'jesh në finale, kuptoje. Nuk e do të pastroj vetëm figurën e vetë. Dhe ti po gabon. E fute në krevat që nuk e shpëtoj një personi. Ti prit një valigje tjetër. U fute në krevatin e ti, jo më lartë se mbrëm. Të të vitur për gjërat që po bërë. Të të vitur. Egli, duhet që të vitur. Egli, ke mashtruar, ke gënyër shumë njerëz këtu në shtëpi dhe më e madhja, diko ke gënyër. Po gënyër veten tënde. Ai djali nuk të do. Si mund të duash një njeri që s'të do, nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj të gjë. Si mund të duash një njeri që s'të do. Nuk e kuptoj. Sa rrita kuptoj. Si mund të duash